Në datën 1 maj 2025, naftëtarët e kompanisë koncesionare Bankers protestuan masivisht para zyrave të kompanisë në Marines, kundër pagave të ulta dhe mashtrimeve të vazhdueshme gjatë 7 viteve të fundit, ndërkohë që kompania kineze ka fitime marramendse që arrin deri në 400 milionë euro në vit. Qeveria shqiptare heshti dhe vazhdon të hesht, duke u bërë palë me abuzimet e Bankers që prej 20 vitesh vjedh pasurinë kombëtare të naftës, e eksporton plotësisht pa paguar taksat e rentën minerare, duke lënë punëtorët në kushte ekstreme pune dhe paga qesharake. Në datën 3 maj 2025, shembja e një masivi minerali në fabrikën e ferrokromit në Burrel i mori jetën punëtorit 29 vjeçar Ardit Beshiri. Tragjedia ndodhi për shkak të kushteve të mungesës së sigurisë në punë, përgjegjësia drejt për drejt e koncesionarëve turq dhe nën-kontraktorëve kinez. Babai i viktimës, Nerim Beshiri, deklaroi se pronarët turq dhe kinez të kompanisë Tet Albania Burrel u zhdukën menjëherë pas ngjarjes dhe nuk janë parë më në fabrikë. Në vend që të përdorte struktura të specializuara, qeveria dërgoi vetëm 6 ushtar me kazma dhe lopata për të kërkuar trupin e humbur. Ndërkohë, një muaj më parë, kryeministri Rama u informua për një raport konfidencial të tatimeve dhe doganave që tregonte se kompania tjetër turko-kineze, Beralb Nesko Metal në Fusharrës, deklaron vetëm 30% të mineralit që realisht nxjerr dhe eksporton, duke raportuar gjithnjë bilance fiktive me humbje. Kjo vjedhje e hapur e pasurive kombëtare tolerohet hapur nga institucionet shqiptare me urdhër të heshtur nga kryeministri. Gjithashtu, kompania turke Yildirim Albania Mining Investments, që shfrytëzon minierën e kromit në Bulqiz, nuk ka zbatuar asnjë detyrim kontraktual për sigurinë, pagat apo kushtet e punës. Për më tepër, në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror të Punës, policinë dhe prokurorin, manipulohen shkaqjet e vdekjeve dhe aksidenteve në minierë. Edhe këtu, turqit raportojnë vetëm gjysmën e prodhimit real dhe nuk paguajnë as rent minerare, as taksa në pushtetin vendore e qendror, duke shfrytzuar në mënyrë të pamëshirshme punëtorët. Në rastin e fundit tragjik të humbjes së jetës së Ardit Beshirit në Burrel, pronarët turqe e kinez u lejuan të largoheshin nga vendi ndërsa policia regjistroi ngjarjen si aksident nga pakujdesia. Ky është vetëm një episod tjetër që dëshmon bashkëfaqësinë dhe heshtjen e qeverisë Rama përballë abuzimit kriminal të koncesionarëve të huaj.